Kjo ëndër nuk është rastësi. Nëse e sheh këtë, universi po të dërgon një shenjë. A ke parë ndonjëherë një ëndër që të ka lënë pa fjalë? Që të ka ndjekur edhe pasi e zgjuar? Kjo nuk është rastësi. Ëndrat janë mënyra më e fshehtë, më mistike dhe më e fuqishme që universi komunikon me ne. Disa simbole që shfaqen nuk janë thjesht imazhe. Janë paralajmërime, udhëzime ose bekime që na çojnë drejt asaj që kemi nevojë më shumë në jetë. Nëse e sheh një nga këto ëndra, ndoshta është koha të ndalosh dhe të dëgjosh zërin e universit, sepse fati mund të jetë duke trokitur, por jo gjithmonë troket me zë. 3 simbolet në ëndër që janë shenja të fuqishme shpirtërore. Uji i pastër që rrihet. Kjo është një ëndër e rrallë dhe shumë e veçantë. Uji i qartë dhe i pastër përfaqëson pastrim shpirtëror, shërim të brendshëm dhe një mundësi të re që po afron. Nëse e sheh këtë, universi po të përgatit për një fillim të ri. Një fazë ku gjithçka ndriçon. Flutur. Flutura është simboli i transformimit. Është mesazhi më i drejtpërdrejtë se jeta jote po ndryshon. A je gati ta lësh pas të vjetrën? Sepse ky simbol të thotë që ardhmja është më e ndritur se sa mund ta imagjinosh. Mjafton të lejosh veten të fluturosh. Ora që ndalon. Ora në ëndër që ndalon pa pritur ose shprishur, është një nga shenjat më të forta që universi po përpiqet të zgjojë. Është një thirrje për të reflektuar, për të ndaluar, sepse diçka në jetën tënde ka nevojë për vëmendje të menjëhershme, ose do të humbasësh një mundësi që nuk vjen 2 herë. Mos e shpërfill atë që sheh në ëndër. Ato janë më shumë se sa fantazi. Janë thirrje të shpirtit. Nëse ke parë një nga këto simbole, komento poshtë dhe ndaj ndjesinë tënde. Dhe mos harro. Për më shumë sinjale shpirtërore, fati dhe mesazhe nga energjitë e padukshme, ndiq zërin e universit.